Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra kudo që jeni, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth shpjegimit, komentimit të Sahih Bukhariut, respektivisht në hadithin e 4, ku autori flet për ndërprerjen e shpallës për një kohë. Dhe se hadithin e Jabir ibn Abdullahit radhiyallahu anhu, i cili tregon se çfarë ndodhi pas ndërprerjes së shpalljes, dhe thot mes tjerash, teksa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecste, ishte duke hecur. Pejgamberi thot, dëgjova, pra përderisa isha duke ecur, dëgjova një zë nga qielli, kur ngrita shikimi lart, pashtë njëjtin melek që më pati ardhur në shpellën Hira, ulur në një karrig, mes qiellit dhe tokës. Më ka plej frika nga ajo pamje. Andaj seresh u ktheva në shtëpi, e thash, Zemmiluni, më mbuloni. E Allahu Azza wa Jall zbriti ajetet kuranore, Ja eyyuhal muddaththir, qum fa anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rrujsa fahjur. O ti imbështjell, imbuluar, qohu dhe paralajmëro Zotin tënd madhëroje, petkat teshat tuaja pastroji, dhe largohu nga ndërsira, adhurimi i idhujve. Surat al-Muddaththir, ajeti i parë deri në ajetin e 5. Pastaj vazhdon hadithi i Jabirit, fahamiya al-wahyu wa tataba'a, që atëherë shpallja vazhdoi të zbriste pa u ndërprerë. Jabiri radhiyallahu anhu tregon se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u treguar sahabëve për ndërprerjen e shpalljes pas herës së parë, kur e takoi melekun Hira, respektivisht kur e erdhi, i zbriti meleku në kodrën e Hiras dhe ja zbriti ajetet e para të surës Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, dhe ajetet në vijim, në vazhdim. Më pas, ju ndërprej shpallja. Ju ndërprej, nuk i erdhi meleku për një kohë, e pastaj, pas një kohë, i erdhi meleku, dhe kjo është rasti i dytë, takimi i dytë, ballafaqimi i dytë, me melekun Gjibril, alayhi salam, gjatë jetës së tij. Hera e parë ishte në Hira, ndërsa kodrën Hira, në shpellën Hira, ndërsa hera e dytë ishte kjo duke u kthyer prej shpellës Hira për në Mekë tek familja e tina. Dhe siç thot, përderisa ishte duke ecur e bekuar rrugës nga kodra Hira, dëgjoi një zë nga qielli lart. Dhe kur e ngriti kokën lart, pa një melek, i cili ishte i njëjti që e kishte parë natën në kodrën e Hiras, por kësaj radhe ishte ulur një karrig mes qiellit dhe mes tokës, pra pa Gjibrilin alayhi salam. O friksue sërish, edhe herën e parë ishte friksuar, edhe kësaj radhe friksue.
nga kjo pamje dhe erdhi prapi dridhur të shtëpia e tina, të Hatidja, dhe i tha Hatidjes, më mbula, për më qetësu a i bekuar. E Allahu i azbriti 5 ajetet e surës El-Muddathir, ku Allahu për i drejtohet robit vet e për i thët, ja ejuhel muddathir, o ti imbuluar, o ti imbuluar, o Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, që i imbuluar nga friga që e ke parë me lekun. Qau, mësë friksa, aja është me leku, është me leku Gjibril, me leku i shpalljes. Qau, tërheqa vrejtjen njerëzve. Kum, fa anëdhër, tërheqa vrejtjen njerëzve nga gjendja e tyre e mjerushme. Krejt Meka, e tër Meka me banorët e saj, e mbushërës tërmbushur me idhuj, me statuja, me kufër dhe me shirk, o Muhammed, i tërgadishëll arabik, i zhytur në shirk, o Muhammed, e tërbota, e zhytur në kufër, në ignorancë. E Allahut ka përzgjedhur për pejgamber, kum fe anëdhir, tërheqa vrejtje njerëzve. Qau, o robi Zotit, tërheqa vrejtje njerëzve, e thërë njerëzit një fjale la ilahe illallah. Tërgaju njerëzve se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas të madhit Allah. Nuk meritojnë të adhurohen, të madhurohen gurt, dronjet, idolet, statujat. Ai i cili meriton të adhurohet, të madhurohet është Zoti, është krijues i kësaj gjithësie, i tokës, i qiejve, i njeriut, i kodrave, i maleve, i çdo gjëje. Tërheqja vrejtjen njerëzve para se të bëhet vonë, para se të zëdeka, sepse po vdiqen ata me atë shirk, në atë gjendje të shirkut e të kufrit, të mirët ata të mirët për shpirtin e tyre. Wa rabbeke fekebbir, dhe madhërëje Zotin tënd. Askan mëse madhëra para Zotit tënd, të bareke vë ta'ala. Askan mëse madhëra postina, askush meriton, nuk meriton të madhërohet e të adhërohet post atë madhërisë të tij. Pastaj, për kujdesu, për pastërtinë e brendshme dhe të jashtme. Këtu ishin të dashurit e mi, ajetet e para të cilat i zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me të cilat Allahu e ngarkoi me misionin e ri islam, me thirr njerëzit në fjalën la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Me këto ajete, ky njeriu ngarkua me misionin më të madh qiellor, që është ngarkuar ndonjë njeri ndonjëherë ngi tokë nga qielli i lartë. Askush si misionet të këtij rangu kaq të lartë nuk ka pasur. Kanë pas misione qiellore shumë pejgamber, por të këtij rangu nuk ka pas asnjë pejgamber. Nga si misioni i tij është botror, çdo kohë dhe çdo vend deri në kiamet. Andaj duhet me thirr njerëzit në islam. Duhet mja tërhek vrejtje njerëzve Muhammed. Dhe duhet mja kujtu njerëzve dhe pasojat e mëspranimit të këtij misioni. Pra, sharia njerëzve të vërtetën, tashmë je pejgamber. Këtu ishin ajetet e para, që i zbritin pejgamberit pra,
dhe ngarkuan me detyrë me misionin qellor. Dhe më pas kësaj dite, ajetet koranore nuk ndalen, së zbrituri, nuk ndërprehen. Herë më shumë, herë më pak ajete, herë një sure, herë një pjesë një sure, herë një ajet, herë gjysmë ajeti e kështu me radhë, sipas asaj që dënte i madhi Zot me zbritur pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe atë për 23 vite radhazi parafërsisht, derisa u përmbyll, u plotësua e tërë feja, u plotësua Kurani, u plotësuan ajetet koranore, plotësua dini i Zotit. Ky ishte fillimi, ndërsa fundi atje ishte pas 23 viteve. Tham se titullin i këtij hadithi që të tillon Imam Buhariu është ndërprerja e shpalljes për një kohë. Pra pejgamberi i tregon të sahabëve për këtë ndërprerje dhe për takimin e tij të dytë me Xhibrilin. Por a thu sa kohë u ndërprej shpallja? Fillimisht do ta kuptojmë se për një kohë ndodhi ndërprerja e shpalljes, edhe kjo është në konsensus të gjithë ulemave. E ulemat kanë thënë, Allah e di më së miri, por shkaku i ndërprerjes së shpalljes, pra mas takimit parë me Xhibrilin në Ramazan, në zbritjet e ajeteve të para, në kartë të nesërmen, të pasnesërmen, nuk ka ardhur Xhibrili, e kalon për një kohë për të qetësuar, për ta marrë veten e vet, sepse u friksu shumë. E pastaj për të përmalluar, se Zoti ka ditë që ky tani ka më përmallu për melekun Xhibril. Por a thu sa ka qenë kjo periudhë? Studiuesit, historianët, komentues të haditheve, komentatorët e Kur'an, se kjo është edhe çështje tefsirit, gjithashtu çështje e hadithit, çështje e historisë, është çështje e këtij ummetit islam, kanë diskutuar a thu për sa kohë ishte ndërprerja e shpalljes. Ajo që mua më ka flajt në zemër më së shumti, pas gjithë asaj që kam lexuar, është ajo çfarë cek studiuesi bashkohor i njohur Indian Mubarak Fori, i cili kur flet për këtë temë thot: koha e ndërprerjes së shpalljes apo pauzës mes ardhjes së melekut për herë të parë dhe për herë të dytë është disa ditore. Është disa ditore, disa ditëshe. Kaq. Dhe këtë vërteton transmetimi Ibn Sa'dit nga Ibn Abbas radiallahu anhu, i cili ka thonë: Lamma nazala ilayhi al-wahyu bi Hira, makatha ayaman la yara Jibril. Kur zbriti atij në fillim me shpallje në kodrë shpellën e Hiras, qëndroi makatha ayaman, qëndroi disa ditë. La yara Jibril, nuk e shehte me Xhebrailin, disa ditë. Fa hazina huznan shadidan. E pejgamberi u pikëllu shumë. O përmallu shumë në fakt. Pejgamberi përmallu, jo pikëllu, por përmallu. Pra mërzit me po Xhebrailin, mërzit. Alayhi salatu wassalam. ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا عليه. Pastaj ngriti kokën, përderisa që duke ardhur nga Mekka, nga godra Hira për në Mekë poshtë, ngriti kokën lart dhe pa Xhibrilin alayhi salam me qiellit dhe tokës ulur kam kërëq në një karrik të madhe. Dhe i tha: Ja Muhammed, o Muhammed, Xhibraili pa thot: Anta Rasulullahi haqqa wa ana Jibril. Ti je haq Rasulullah, ti je Rasulullah, ndërsa unë jam Xhibrili.
Më pas, Mubarak Furi thot, ajo që kuptohet nga transmetimi pra Ibn Sadit, ky i lartë përmendur, nga Ibn Abasi, është se ndërprerja ka qenë vetëm disa ditore, disa ditë, thuajse dush. Ndërsa ajo që është cekur se ka qenë 3 vjeçare apo 2 vjeçare gjysmë, kjo asë se nuk qëndron. Pra, ka mendime të ulemave të cilët thonë se 3 vjet Gjebraili më nuk i ka ardhur pejgamberit nga takimi i parë. Ky historian, respektivisht ky studiues e akademik, në mënyrë të prerë refuzon një ide, mendim të tillë, thotë asnjëherë s'është e vërtetë, nuk qëndron, por ajo që qëndron është pauza mes takimit parë dhe takimit dytë me melekun Gjibril është vetëm disa ditë apo disa ditore, siç e thek Ibn Sa'di nga Ibn Abasi radhiyallahu anhu. Historiani tjetër dhe studiuesi tjetër pashtu bashkohor Ramadan Buti mendon se periudha ndërprerëse mes shpalljes ardhjes së parë dhe ardhjes së dytë është vetëm 6 muaj, por jo më shumë. Allahu e di më së miri se do të jetë e rëndësishme është se këtu 5 ajete të surës Al-Muddathir ishin ajetet e para të cilat i zbritën pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe e ngarkuan me misionin e ri si pejgamberi i Zotit. Dhe mori urdhër prej të Madhit Allah për ta vazhduar, për ta filluar e vazhduar misionin e tij dhe mos më ndërprej derisa të thotë Zoti ball, mjaft. E që i bie derisa të plotësohet feja, dhe ashtu edhe veproi ky i bekuar alayhi salatu wassalam. Kaq për këtë takim të nderuar dhe deri në takimin e radhës, respektivisht në hadithin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.